Së pari desha t'ju uroj festën e Krishtlindjet të gjithë besimtarëve krishterë. Së dyti, duke parashtruar pyetjen që thënë e parashtrove, po ka efekt në rritjen ekonomike, sepse ndikon drejt për drejt në konsum. Konsumi është një faktor kryesor në rritjen ekonomike. Domethënë prej vitit 2000 e tutje deri tani aktualisht që po flasim, impakti kryesor në rritjen ekonomike luan rol kryesor është konsumi. Këto mjete financiare të fëmijët dhe të studentët ndikojnë në qarkullimin e bizneseve tregtare dhe në hyrjen domethënë kanë të hyra tona për familjar apo ato familje të cilat kanë nevojë më shumëti për mallra konsumi. Dhe tek fëmijët, ata sidomos ato familje të cilat kanë numër të madh të fëmijëve, ndërsa tek pensionistët këto mjete financiare i gryn apo ja merr fatura energjisë elektrike fatkeqësisht, për shkak se që tash jemi në stinën e dimrit dhe konsumi i energjisë elektrike është më i lartë dhe faturat vijnë shpesh më të larta. Ndërsa sa i përket këto mjete edhe me tutje, domethënë tregojnë që kemi të bëjmë me largimin e paras nga Kosova për në vendet fqinje, sidomos në këtyre vendeve të cilat importojmë më shumëti dhe drejt për drejt ndikon në rritjen e importit. Influenca sa i përket aspektit qeverisë në detyrë, do të thënë për përdor influencën e përdorimit të detyrës zyrtare për interesa personale që është vepër penale sipas kodit penal të Republikës Kosovës, po ashtu kjo influencë është parametër kryesor i marrjes së korrupsionit nga Transparency International. Dhe ndër faktorët kyç se Kosova është shumë keq në raporte ndërkombëtare, duke përfshirë edhe raportin e progresit, është shfrytëzimi i pushtetit për interesa personale dhe klanore. Se përfundim, këto mjete kanë efekt në periudhë afatshkurt, por nuk janë parametër i shëndetit ekonomik të vendit për periudhë afatmesëm dhe afatgjatë. Si politik, a është gjë e mençur në kuptim ekonomik shpërndarja e mjeteve në këtë formë? Pra se ka njerëz që janë nevojli, hallëxhi, të cilët mençpresin këto para, mirë po në tërësinë e saj në ekonomi, çfarë politike është? A është politikë e mençur zhvillimore? Jo, nuk mendoj që është politikë e mençur, sepse jemi mësuar nuk është vetëm kryetari, domethënë kryeministri aktual që ka shpërndar këto mjete, kemi pas edhe ish kryeministra të tjerë të cilët premtojnë rritje pagave, ndërhyshjen në kohën e zgjedhjeve etj. Mirë po kjo nuk është gjë e mençur, sepse nuk paraqet shëndetin ekonomik një vendi. Kto vetëm se sa i mbulon shpenzimet disa ditore, nëse kisha mujt me qujt, por që ndikon drejt për drejt në eksportimin e paras. Dhe nuk ka shëndet ekonomik, nuk mujna me pas periudha afatmesëm afatgjatë shëndet ekonomik kur nuk kemi reformat të thella. Më mirë kishte qenë që çdo mjete financiare të destinohen për shumë fusha, për shembull për të energjia ripërtërshme, të suportohet energjia ripërtërshme që mos kemi mungesë energjisë elektrike. Në vitin e kaluar kum pas mungesë energjisë elektrike natën e vitit të ri. Edhe në shumicën e muajve të vitit kaluar kemi pas mungesë energjisë elektrike. Sot kemi mungesë energjisë elektrike, sot që aktualisht po flasim. Dhe kur ki mungesë energjisë elektrike, ki mungesë të ujit. Dhe kur gjërat elementare ki mungesë, nuk na hyt, sepse produktet e konsumit mundna me konsumu produkte më të luksit, më të mesatare dhe të nevojshme. Kështu që gjërat elementare të nevojshme nuk i kemi. Kështu që destinimi i tij, domethënë destinimi është konkretisht është pjesë e korrupsionit që e përdor kryeministri në detyrë që nuk ka të drejtë me shpërndar mjete financiare, për arsye se është kryeministri në detyrë. Me vetë faktin kryeministri në detyrë nuk